Shikon foton e saj live, e kishim komshia të djalin. Edhe një par kohë, rritë e mbyllur në dhomë ajo. Fjeti një natë në zyrë, sa? Edhe nuk e di ku ka ikur. Vetëm të me gjetë cupa. Vetëm të gjoj zere, gjatë mitë, më thotë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime dhe të abonoheni. Sot me live-in tim ne do të shkojmë në Greqi, konkretisht do të jemi në Janin, do të hap dritaren për një 54 vjeçare nga Korça me emrin Eriketa Daut, e cila ditën e sotme do rrëfej historinë e të bijes së saj, konkretisht Marieta Daut, 27 vjeçare, e cila pas disa fotove që janë publikuar në rrjetet sociale e ka bërë të rret, kaloi në depresion dhe të largohet nga shtëpia. Por çfarë ka ndodhur do të jetë nëna e saj që ditën e sotme do na i rrëfej, kështu që hap dritaren dhe ftoi 54 vjeçare. Përshëndetje Eriketa nga Tirana. Mirje. Mirë, si je ti? Po çmirë zejta ti e mu, pa më thuaj. Po pse çka ka ndodhur me ty? Dëgjoj tash. Para se të vjen në Greqi, Po. Vajzën e kisha në Shqipëri. Jo, e kisha në Gjermani vajzën. Punonte. Edhe shikon foton e saj live, domethënë nuk e di si kishim bërë këta djema, më kuptove? Oh. Ajo, unë isha në Greqi, që pa isha në Korçë, me burin. Sa vjeç është vajza? Ishte këthy për 3 natën, me autobus. Vajza jetonte në Korçë me burrin, sa vjeç është vajza? Punonte në Gjermani. Po, punonte në Gjermani. Dhe shikon fotot nga Facebook që madhe i kishin hedhur në Instagram, a ku se ku i kishin hedhur, ishte pa live, unë nuk u di një gjë. Fotot e vajzës tënde? Po. Lajmërovi në policie, pa dinin time. Unë isha në Greqi. Po, e qartë. Dhe më thot buri, kështu thot. Nise për 3 natën, pagova taksin dhe i ka për në Korçë. Atë ditë të vim policia, na merë atje dhe e mbylla se që nuk desha konflikte, e kishim komshia të djalin. Pra, komshia kishte marrë fotot e vajzës tënde dhe i kishte publikuar në internet? Po. Por pse e kishte bërë këtë gjë? Nuk e di tash, ajo thot unë nuk e një vajzën tënde, se ajo jeton jashtë shtetit, dhe vajza ime nuk e njinte. A ka që ditë e mbylla këtë çështje. E mora vajzën këteja. Po, e more në Greqi? E mora në Greqi. Sa, po unë nuk mbaj do të plaka, sa, se jam lidhur me një zyrë pune. E dashur, Eriketa, përpara se të më tregosh që çfarë ka ndodhur më pas me vajzën, ndalemi pak te denoncimi i fotove se që nga goxha i rënd. Vajza jote sa vjeç është? 27. 27 vjeç. Është e martuar, si quhet? Jo, vajzë. A, është beqare? Beqare. Si quhet? Marieta Daut. Por Marilda jetonte e vetëm në Korçë, në kur i ke ti në Greqi? Jo, jetonte në Gjermani, në fillim. Vetëm? Do të punonte, me 3 mujosh. A, e kuptova, ajo me 3 mujosh punonte në Gjermani, kurse ti me burrin ishe në Greqi. Buri është në Shqipëri, unë punoja këtu, me 3 mujosh edhe unë. Ishit shpërndar, ti në Greqi, vajza në Gjermani. Të shumë e që janë shpërndarë. Emigracioni e ka këtë që shpërndar në familjen. Por, në momenti që ajo kuptoi që fotot ishin publikuar në internet, çfarë kohë ka ndodhur? Para sa kohësh? Nuk e di, nuk më dha shpjegime. Jo, sa kohë po bën që fotot janë hedhur në internet? Sa muaj? Ta më thënë, jo këtu, muajin e parë, shtatorin. Në shtator ka ndodhur ngjarja. Por në momentin që ti e takove vajzën, çfarë tha ajo, vetë çfarë dyshonte? Ajo ka kaluar në depresion. O, sa keq. Dhe unë nga që mos vitin akoma që ishe mbyllur në dhomë, vete në Korçë, më kuptove? Po.
E policia nuk na me tazi për bazë dhe unë thash, hajde me mbyllë se nuk dua konflikte në komshi, jam një grua që nuk dua konflikte nëpërmjet komshive. Kuptove? E qartë, kuptoj, për ato foto ishin foto nudo, lakurisha apo foto normale? Hiç më tha vajza, nuk e kisha unë, domethënë çfarë parë, unë i thash, ke prova se më tha policia. Ke prova më tha mua? Ajo s'u tregonte gjë. Ju fotot vetë nuk i keni parë? Ju fotot vetë nuk i keni parë? Jo, vetë nuk i kam parë. E kuptova. Ndërkohë që kjo çështje u mbyll e fotove dhe vajza kaloi në depresion, po më tregon. Po. Mbyllesh në dhomë, nuk kante, nuk u ashu, po t'i vinja unë të kam asmë, kalon të burin në korridor, të kam asmë, se ishte, nuk e di. E mora këte, që të më thëmë të kalon të ka jo fazë. Një mendje më vajti të më thëmë të menjë një psikologe, ajo nuk dhe ishte psikologe. Jo, në fakt, me gjëndi që ti po më tregon, a e ka pasur nevojë për një psikologe? Shumë më thanë dhe ja dy komshia atje, edhe vetë logjika ime, sa është me një psikologe. E dashur Eriketa, vajza nuk donte psikologe, e qartë, sepse gjendja e saj ishte e rënduar, por vetë vajza të tregoi diçka kur ti fole? Nuk fare s'më tregoi, nuk hapet ajo, të kam dy vajza. Jam të dyja vajza, kjo vogla më hapet për çdo gjë. Po. Më kuptove. Kurse kjo e madja ishte një qike fejë, mbante e vapet në vete. E qartë, ti e more me vete në Greqi dhe çfarë ndodhi? E mora në Greqi. Në punë ku isha unë, në përpara, e shpura ati se dinte Shqip, kë nuk dinte Shqip, dinte vetëm anglisht, italisht, gjuhët. Po. Më kuptove. Dhe shpura në atë vendin ati, ndë një dy aviku, ndroj pun tjetër. Qanë dhe pasaj më marë zyrën, unë s'ka marrë atë nga vajza i sa shumë. Vajza jote më sa zyra, ka ikur dhe më tha që do iki sa në Gjermani. Ta shi, unë nuk e ti ku ka ikur. Ajo nuk dinte rrugët, më kuptove. Ti ke humbur kontaktet me vajzën tani? Me vajzën ka mundur. Dhe sa ditë po bën që ke humbur kontaktet me vajzën? Po një 10 ditë. Jo, më shumë 2 javë. 2 javë, që vajza ka ikur nga vendi punës. Ka ikur. Por në çfarë qyteti të Greqisë jetoni ju? Një Janinë. Jeni në Janin. Po. Por në momentin që vajzën e dërgove në një vend pune, në çfarë vendi pune e dërgove në Janin? E dërgove zyre punës. E qartë, ti kërkove ndim të zyra e punës që vajza të gjente një punë. Dhe më tha, ardi fiti një natë në zyrë, sa? Se kemi hotel ati që flemë në gratë. Po. Edhe të nesër me njësë më ishte thënë ati që unë nuk dua punë, do e ti kishte thënë. Po se ku ka vajtur, se ku ka iku da që unë jam në dilemë. Më kuptove, edhe sa është të menja o detëm, kjo më mbejti. Pra, ajo ka qëndruar vetëm një natë në Janin dhe ka ikur. Po. Por juve s'u komunikoi asgjë? Asgjë, edhe kjo ma tha një shqiptare që ishte në zyrë. Po. E më tha, keta tha, vajza jote ka ikur tha, edhe nuk e di sa se ku ka vajtur tha. Se dhe ajo ti punon. Ke bërë një denoncim në polici aty në Janin për të mësuar nga sistemi TIMS a ka dalë nga Greqia? Këtë desha të pyesja unë. Do të vejnë në ato që kur ikë në autobus. Po, e qartë, janë... Merët pasaporta, ku ashtu edhe shkojt, më kuptove? E di shumë mirë, këtë po të them dhe unë, ti ke bërë një denoncim në polici aty në Janin? Jo, nuk ka merë. Do ta bësh patjetër një denoncim në polici për të mësuar nëse vajza jote, Marilda, ka dalë nga territori i Greqisë apo ndodhet aty. Por e dashur Eriketa, dua të pyes, momentin që ajo ka ikur, ka pasur lek me vete? Nuk e di tash për momentin se ajo ka punuar atje. Nuk e di, mund të kishte një 200-300 euro, a 500, nuk e di. Unë me nda ime më shkon. Se ndoshta mund të jetë kthyer në Gjermani prap atje ku ka qenë,
Nuk e di. Në çfarë vendi të Gjermanisë ka jetuar vajza? Nuk se di vetëm me teme. Por numri i telefonit të saj është i fikur? Është i fikur. Ti e ke telefonuar dhe rezulton i fikur. Në WhatsApp, në Messenger dhe nuk u vete fare. Por me motrën e saj, me babajin, asgjë nuk ka komunikuar? Vajza u kthye pardije, se punonte në Jamin në Imallë. Vajza e Ishte dytë. në një dyqan shitje. Pardije u kthye nga sezoni, domethënë i turistëve. E qartë. Edhe vizitova fëmijët, i thash të ta nxjerr në odeta, i thash. Kjo më ka ngelur mami, i thash. Nxjerrë mami, i thash. Dhe mua sinqerisht më vjen shumë keq, por vajza tjetër si quhet? Eglantina. Por me Englantinën ajo nuk ka folur fare? Pare. I ka blokuar në Facebook, në Messenger, në të tëra i ka blokuar. Por çfarë dyshon ti, Eriketa? Se më mirë se ty nuk e njeh askush vajzën. Tash, unë për me të mora aty, thash, më jep një uzë si ku të kaloj, më kuptove. E të kuptoj, ne do ta bëjmë publike rastin e vajzës tënde, gjithje me shpresën që ajo mund të na ndjeki dhe mund të reagojë, por gjithë meraku me i madh është që ajo pas ka probleme të shëndetit mendor. Bravos. Do të thotë depresion, nuk e dim, diagnozën. Depresion. Dhe nuk e dim se si është situata e saj, mund të jetë kthyer sërish në Gjermani, atje ku ka jetuar më përpara, dhe ndoshta ka fikur telefonin, ju ka bllokuar ju në rrjetet sociale dhe s'do të ketë komunikim me ju. Prandaj po se, si do bëjmë të qëtëta, thojnë asë një shpegim, se kam të si javë vetëm qajtu për të nga kurba. Unë e di si po e gëzëves këtu ja. Të besoj. E ka vëtën të punishme që së kure, e ka vëtën të më vësha kurba. Po parë të ta? Jo, të mirë kuptoj, Eriketa. Është fëmijë që është larguar, mbi gjitha ka dhe probleme, meraku jot si nën, se ndoshta mund t'i ndodhi diçka, është e kuptueshme gjithë kjo situatë. Por meraku jot Unë nuk e shqetësoj, vetëm të jetë mirë, vetëm të vajë lartë që. Do të fila vetë, nuk e shqetësoj për atë zotë që është lartë. Por kështu ka qenë gjithmonë Marilda? Jo, vajzëve kam pasur shumë të mirë. Shumë të mirë. Nuk e di, po këtë kohën e fundit ishte i larguar shumë. Ajo ndryshoi momentin kur i publikuan fotot në internet, apo diçka i ka ndodhur në jetë që mori këtë kthesën, e themi Nuk e fatkeqësisht? di tash, ajo që në Turqi që ku ishim neve 10 vjetë, të ishim si familje 10 vjetë në Turqi. A, keni jetuar në Turqi? Më falë. Kemi jetuar në Turqi, Po. edhe një par kohë, rritë e mbyllur në dhomë ajo. Sa vjeç ka qenë kur filloi të shfaqte këto probleme? Nuk e mbaj më drejt me të ndashi. Ka qenë një 22-23 vira, se ka një direktivë. Kur shfaqi këto probleme, po? Po, Por në atë kohë kur ajo i shfaqi këto probleme që donte të rinte e mbyllur në dhomë, nuk fliste me njëri, nuk donte të shoqërohej me njëri, i kishte ndodhur diçka në Turqi, në djenin tuaj? absolutisht asgjë. Absolutisht. Po në atë kohë ju e keni çuar te psikologu, tek mjeku? Unë i kisha marrë 2 ilaçe me pika, më thanë se unë desha t'i pija në sy, të isja në bukë ose në ushqim, jo të nxehtë. Po. Po jo, nuk kanë gas nga mua, gatuan të vetë, bën të vetë dhe nuk e një dot. Për të qetësuar, më kuptove? Por pse, ajo e kuptoi që ti po i jepi ilaçe fshetas? Po kuptoj që vajta në doktore isha unë dhe kuptovi. Riketa, ajo mund ketë pasur nevojë për një psikologe, gjë të cilën Atë thashë edhe unë. duhet ta kishte çuar që në ato kohë kur ishte në Turqi dhe vajza i shfaqi këto probleme, të shkonte në një psikologe për ta kaluar atë situatë të vështirë që ajo ka pasur, se
Nuk dihet çfarë mund të ketë ndodhur. Ju nuk jeni në dieni. Nuk jam në dieni. Por gjatë kohës që duat në Turqi, ajo filloi të përkeqësoi apo le të themi situata ishte një lloj me shëndetin e saj mendor? Situata ishte mirë, domethënë se çupa nuk u kishte një ngarkesë shumë fizikisht ose domethënë po kuptove. Ishte mirë. Po kur vajta në këtë kohë që vajtësisht thash, vajta në Shqipëri, që më daj mrovi buri, ai ishte shumë e rënduar, nuk e di. Por me askënd nuk është hapur që të flasi, as me motrën e saj, as... Një vajzë e mbyllur ishte. E dashur Eriketa, por si e latë vetëm vajzën kur e dini që ajo kishte këto probleme? E po thash unë si që më sa më dorin të punoj. Po thash unë nuk të largoheshe, më kuptove, në këtë synim. Kur ajo ishte në Gjermani, ju merte në telefon? Në mete, mua nuk vinte pa marrë në telefon. Të kishte shfaqur në një shqetësim? Shqetësim nuk ishte shfaqur, vetëm të kohën e fundit më shfaqim të shqetësimin. E fotove? Por në Gjermani, ajo me kë jetonte? Kishte ndonjë shoqe, ndonjë të afërm? Me asnjëri nuk punonte aty. Vetëm ishin ca, domethënë, gjerman shqiptar. Po, shqiptar që jeton në Gjermani? Po, kështu siç më tha, më shumë. Se është e rëndësishme që ti të dije qyteti ku ka jetuar, këta shqiptarët nëse i njeh që t'i gjenim dhe t'i pyesnim. Nuk hapeshe o detajo. Nuk hapeshe, ishte njëri i mbyllur. Në vetvete? Në vetvete. Ti si nën çfarë dyshon? Unë tash po patem atë mundësinë. Ka kaluar, domethënë në dogana në Shqipëri apo në Gjermani. Ka kaluar apo është akoma në Greqi. Këtë dua. Pse, ti dyshon se ndoshta mund të ketë ardhur dhe në Shqipëri? Nuk e di. Mendja ime shkon. E dashur Eriketa, kur ti vajzën e mori në Greqi, momentin e fundit që u ndave, çfarë bisede bëre ti me atë? Ajo më tha kështu. Mos u shqetëso se unë jam mirë, tha. Të shikoj pastaj si do veprojmë. Tash unë thash, çfarë do bëj kjo tash? Më kuptove? Po prapë i posa me zyrën unë, ja shpjegova zyrës, i pa me rak më tha zyra. Por pse nuk e mbajte vajzën aty ku jetoje ti, por e le që të shkonte në një vend tjetër? Po këtu nuk lejohet, domethënë dy veta të punoj unë. A ti punon në një shtëpi, kujdesesh për ndonjë person? Kujdesem për një plakë, për një jaja. Plak, po, një të moshuar. E dashur Eriketa, nëse vajza do të dëgjonte, ke një mesazh që do t'i përçosh ditën e sotme? Tash unë vetëm kaq desha të lutem shumë, të vetëm të më lajmëroj ku ndodhet. Vetëm kaq të më thotë që jam mirë. Nuk e shqetësoj më shumë. Më kuptove. Por ajo ka ndonjë hatërmbetje që të ka bllokuar ty në telefon apo për shkak të problemeve që ka me shëndetin mendor ju ka bllokuar? Telefoni i saj më deli pikur o deta. Më kuptove? E qartë. Se ajo nuk pite pa komunikuar me mua. Mirë keq, ajo më shruat se unë isha thënë të fëmijëve. Njënë ditë më thua jam mirë, s'pate kohë një okej. Që të di unë si është fëmija. Të tërë fëmijëve, vetëm fëmijëve, motra vëllezërve. Por ata pse i ka bllokuar? Ka ndonjë hatërmbetje, ndoshta ata i kanë folur për të mirë dhe ajo e ka keq kuptuar? Jo, ajo tash në mendje e saj, ajo s'ka vetëm sot, ajo ka mbi 10 muaj që ka bllokuar motrave vëllezërve. Që do të thotë situata është goxha e rëndë me shëndetin e saj. Prandaj po them. E dashur Eriketa, dua të bëj dhe një pyetje. Ju keni informacion kë ka patur ajo shok, mik, me kë jetonte kohët e fundit në një person që e ka ndihmuar në Gjermani? Mas një.
me Gjermani, isha lidhur me një zyrë pune, unë me një shoqen time, Po. ajo ishte punë në Gjermani. Ti vajzën e ke dërguar vetë në Gjermani nëpërmjet një shoqes tënde. Po. Por ajo shoqja jote jeton në Gjermani? Ajo është zyrë pune, është në Gjermani. Por je interesuar ndoshta ka ajo ndonjë informacion? E mora në WhatsApp edhe më tha që nuk u ndodhet të kënë mua tha. Dhe kështu ti ke humbur çdo lloj kontakti, nuk di asnjë gjurmë të vajzës tënde. Nuk di asnjë gjurmë. Atëherë Riketa, më lejo të bëj dhe unë një thirrje në këto momente për gjithë teleshikuesit, ata që na ndjekin. Në Gjermani ka shumë shqiptar që jetojnë dhe dikush ndoshta mund ta njohë vajzën tuaj, Marieta Daut, një 27 vjeçare nga Korça, dashumish që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen përpara 2 javë nga Janina e Greqisë, por dyshohet se kjo 27 vjeçare mund të ketë udhëtuar drejt Gjermanisë. Kushdo që ka informacion është i lutur që të na kontaktojë në numrin e telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale. Nëna e saj Riketa Daut ndodhet me mua në këtë live dhe po kërkon ndihmë për gjetjen e vajzës. E dashur Riketa, unë uroj dhe shpresoj që të gjendet vajza juaj. Faleminderit, dhe të shumë të goja. Mos mëna nuk do të rashu për zoshi. Brava unë që shkrat, mëna nuk do të rashuja. Vetëm të më gjetet supa. Ta uroj me zemër që ajo të kthehet sa më shpejt në familje, ti dëgjosh zërin. Vetëm të dëgjoj zërin, gjatë bitë më thotë. Se meraku juaj është i madh dhe e kuptoj këtë pjesë. Fshi lotët, e kuptoj dhimbjen. Unë dua që të më japësh numrin e vajzës, dua të tentoj ta provoj, ta kontaktoj një herë unë vajzën, ndoshta mund të lidhem me të. Ta shkoj në WhatsApp. Ajo ka numër shqiptar apo numër gjerman? Numrin e saj kishte. Numër shqiptar apo gjerman? Shqiptar. Mirë, ma dërgo dhe po të pres. Riketa Dauti më vuri në dispozicion një numër telefoni të vajzës së saj, Marieta Daut, një numër shqipërie, por që unë do e provoj me shpresën që do përgjigjet, do provoj dhe në aplikacionin WhatsApp, kështu që uroj që ky numër që do kontaktoj tani të më përgjigjet. Nuk ka fare sinjal dhe kjo t'i e përshtypjen që është jashtë territorit të Shqipërisë pasi nuk shkon asnjë thirrje. Do provoj aplikacionet, WhatsApp, Viber, por me sa shikoj, tek dritarja ku po provoj, numri që më ka vënë në dispozicion nëna e 27 vjeçares nuk ka asnjë aplikacion, fatkesisht, as në Viber, as në WhatsApp dhe numri nuk bie fare zilja thirrja. Ndoshta ajo mund të jetë larguar drejt shtetit gjerman. Do e marr zonjën e Riketa, e cila është duke më pritur, do hap dritaren dhe do e ftoj sërisht. E dashur Riketa, unë tentova numrin e telefonit që më vurën dispozicion të vajzës të Marietës, e provova, por ai numër nuk ekzistonte, nuk shkonte fare thirrja në Shqipëri, që t'i jep përshtypjen që ajo është jashtë territorit të Shqipërisë, por edhe nëpërmjet aplikacioneve WhatsApp, Viber, ai numër nuk ishte fare. Që thot ajo e ka fshirë dhe WhatsAppin dhe Viberin, ndoshta nuk e përdor më si atë numër dhe mund ketë marrë një numër të ri, një numër tjetër. Nuk e di, drejt me thënë. Ma vjen shumë keq, sinqerisht, urojmë që ajo të jetë mirë mbi të gjitha. Largimi i saj në mënyrë të pavetëdijshme për shkak të problemeve që ka pasur, mund të jetë kthyer në Gjermani, te vendi ku ka jetuar, nuk e dim. Uroj që të jetë mirë, uroj që të marrim lajme dhe informacione dhe do mbetim të dyja së bashku në kontakt. Uroj që ta dëgjosh zërin e vajzës sa më shpejt. Dejta, nuk e di në nas ka probleme në me vonë. Nuk u të rënë ashu për Zotin që është lartë. Vetëm të dëgjoj zërin, asgjë më shumë o dejta. Unë ri këtu, por nuk e di, vetëm të të më rëtëre më joshin. Edhe një javë ka më do iki. Por unë të këshilloj që edhe bashkëshorti në Korçë apo vajza të bëjnë një denoncim në policinë e Korçës për largimin dhe humbjen e kontakteve. Do t'i lajmëroj unë. Pa me trash komunikoj një me ty në fillim,
Edhe pastaj do me i fjeti në një udhëzim, të drejtohesh e burri ose vajza. Ne sot e bëm publike në këtë live historinë, uroj që të marrim informacione, dikush të na telefonoj për të na ndihmuar për të gjetur vendodhjen e vajzës tuaj, por edhe ju duhet të bëni denoncimin. E dashur Eriketa, ti bëje denoncimin aty në Janin ku je, se vajza gjurmën nga Janina i ka humbur, ndërsa bashkëshorti të bëj një denoncim edhe në policinë e Korçës, se ndoshta ajo mund të jetë rikthyer në Shqipëri. Ka ikur nga Janina, është rikthyer në Shqipëri, ka hyrë në territorin e Shqipërisë, apo është larguar për në Gjermani ku ka jetuar. Kjo nuk dihet. Kisha një mendim. Sikur kur të kaloja në dogan të pyesin aty ka kaluar vajza? Jo, aty në dogan nuk të jep askush përgjigje. Ti do ta bësh denoncimin në policinë Janin dhe policia e Janinës do të kthejë përgjigje nëpërmjet sistemit Teams nëse vajza ka dalë nga territori i Greqisë dhe ku ka shkuar. Ka hyrë në territorin e Shqipërisë apo ka vazhduar rrugën për të ikur në një shtet tjetër dhe për të vazhduar në Gjermani. Kështu që në kufi askush nuk të jep përgjigje, do ta bësh aty në komisariat aty në Janin. Do ta bëjmë Janin. Pata do më kthejmë përgjigje? Po, padyshim që policia do të kthejë një përgjigje. Ndërkohë që denoncim tjetër e bën dhe bashkëshorti në Korçë për të mësuar nga policia e Korçës nëse vajza ka hyrë në territorin e Shqipërisë. Okej, do t'i bëjmë unë këtë. Do mbetemi në kontakt dhe uroj që të gjendet vajza sa më shpejt. Po, shëndet të gjithë të mirat më kishtë, ke që nëna dhe mbretëreshëm u bashkë. Të falenderoj, Eriketa, të falenderoj. Shëndet të gjithë të mirat vetëm të lutem, po pate mundësi të më ndihmosh nënën. Uroj të kemi një lajm, një informacion dhe do të njoftoj me njëherë për çdo informacion që do vi për vajzën. Faleminderit, Odeta, isha kënaqësi që po rrinë me ty. Të falenderoj, Eriketa, të përshëndes nga Tirana. Shëndet të gjithë të mirat më paç. Miropafshim. Mirë të dashur miq, e dëgjuam historinë e kësaj nëne e cila kërkoi ndihmë për gjetjen e vajzës, për vajzën e saj Marieta Daud, 27 vjeçaria që është larguar nga banesa përpara 2 javë. Kushdo që ka informacion është i lutur të më kontaktoj, pasi është e rëndësishme që këtë 27 vjeçare që mund të ketë probleme të theksuara me shëndetin e saj mendor, gjendja e saj mund të jetë rënduar, ta rikthejmë sa më shpejt pranë familjes dhe uroj që nëna e saj të bashkohet, ti dëgjoj zërin të bijës. Do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live dhe në këtë momente do të zhvendosemi në Kukës. Unë do të hap dritaren për kryeplakun e fshatin Bardhoc të Kukësit, zotin Islam Laci, i cili do na tregoj sot një ngjarje të rëndë në kohën e luftës së Kosovës 1999, se si një e moshuar nga Kosova është varrosur në këtë fshat dhe është një varr pa emër. Kështu që hap dritaren dhe ftoj më një herë zotin Islam. I dashur Islam, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt më ke telefonuar dhe më ke dhënë një informacion që unë dua ta dëgjoj sot për një të moshuar që është nga Kosova dhe është varrosur në Kukës. Mund të ma tregosh këtë histori? Po. Në vitin 99, në kohën e luftës, unë në fshat kam qenë kryeplak. A, keni qenë? Kryeplak i fshatit Bardhoc. Po. Në këtë moment kam krye edhe ujësjellsin që i furnizosha me ujë, me pompë. Kisha 2 detyrat, edhe ujin e pishëm, edhe kryeplakën. I fshatit kujt në Kukës? Bardhoc, Kukës, Bardhoc. Bardhoc. Po. Po? Pas Morinit me i fjalë, ku bësh për shku në Kosovë, 2 kilometra larg Morinit, Bardhoci. E qartë. Po. Në këtë moment, ne kishim hallën që me stërhue dhe i regjistrosh se para se me plasje lufta në napatantan se do vinë mali do organizojnë nese. Dhe në këtë moment ne ishna duke interesu për Mr. Huë se majtë edhe kohë e keqe. Që tashti vinë një traktor, zëtoj që i themi në Shqip, ati, me familje, me drasa që ashtu, dhe kishte familjen e vetë. Edhe më kërkojnë mu. Kishtë thënë, kush është kryeplak i këti? Thot, filani Islami, edhe më thot, kemi thot një të vdekur, thot plak, thot, gjënisë femrore, thot, kemi këtu. Sot dhe ne kanë dhanë sërbet, shkirtët, ne kanë dhanë nga Drenica Skënderajt. Ne kanë dhanë. Ne nuk e njohim, thot, a do kesh mundësi, thot, që ta varrosni, thot ju, thot. Pra, që ta kuptoj qartë. Në 1999, pjesa më e madhe e shqiptarëve të Kosovës erdhën në Kukas, sigurisht. U futshin Morin, për Morini, s'kishin mo, erdhen e u mush Bardhoci, se Morini masën është Bardhoci, po. Fshati juaj. Dhe 20 orë me Kosovar gjatë rrugës
Sërbët ju kanë dhënë një të moshuar të vdekur. Kështu, po. Ata e kanë marrë me vete dhe e kanë sjellë në Shqipëri. I kanë thënë në sërbët, ik e nxjerrja në Shqipëri. Po. Dhe në këtë moment thot, i thash unë, si e ka emrin, nga vini, ne nuk e njohim, thot. Ne kemi familjen tonë tu, na e kanë dhënë të detyrueshëm merrja e qenia në Shqipëri, këtë kufomën. Na e kanë vendosur në Zetor, traktor që i thishtë Kosovar, na e kanë vendosur dhe nuk e njohim na. I Drenicës, Skënder Ajta, na e kanë dhënë sërbët, na e kanë dhënë. Në këtë moment, unë nga që isha i zërën, i thash dojnan të gjamia si kishim gjamin ati. Në këtë moment kemi po dhe hoq një Tarabis Avdullah, edhe i thash, ma e thash të sa të rregullet do familje dhe do e varrosim. Ato e lanë ati, pa identitet se kush, a për cilit fshat, ase nuk dishin gjonë. Në këtë rast, kishëm edhe antarë të pleqërisune, edhe caktoj një të ndyrë që ka vdekë edhe a ishtë ashtë Selim Ngërmizi, edhe i tam Selim, do organizojmë që këtë të varrosim. Sa po, në atë kohë nuk kishim telefonën na, dola në rrugë dhe kanë ka policinë e Kukësit që leviske rrugës, policia, po ishte që ishin të dalë Kosovar. Edhe i thamë unë, kështu, më thamë policia që ka shëja dhune, nuk kishte shëja dhune. Ishte komplet me fjallë, ishte 85-at, nuk ishte e shnosh shumë, shëja dhune thash nuk ka. Atëherë tha mund të varrosni. Policia në tha mund të varrosni. Dhe e kemi varros në bazë të zakoneve që e kemi me hoq, me shefe e mështillë me i fjallë, e kemi varros, po nuk e dim se si e kishte emrin dhe i cilit fshat është kjo plaka. Plak, 85 i kishte. Një plak e dopë dhe e kam parasysh si që tashte. Me i fjallë, nuk ishte shnosh se këto Kosovarët janë shnosha, po një dopë, një hallkeqe kishte. Në këtë moment, kur e kemi mështillë, i ndjej i Selim që ashtu, i thash pa kontrolloj, thash a mos ka na e gjoh, edhe në qafë, kishte pa qesën, edhe kishte pa 50 marka, edhe qelësin e shpisë, një qelësin e dërës jashme dhe 2 qelësa. Kishte pas të varë në qafë, mërna. E dhimshme. Ati, dhe kemi varros, këto i ka majtë unë deri në 2005-2010 i ka majtë qelësat, nuk u interesu kush, unë e di se unë e jetoj këtu në Durrës, që të shkami ka vajsja, mund t'i kem në shatë unë këto qelësat e kësaj. Qelësat e shpisë, 2 qelësa kishte pas, edhe 50 marka. Këto 50 ka marrë langje, marka se ishte marka atëre, edhe ju kam lanë këtire që e kemi varros. Dhe e ndjera, kjo plak nga Kosova, pa emër, pa mbi emër, është varrosur në fshatin tuaj. Po, dhe nuk është interesuar dikush. Në muajin maj që tashti, se kam vajzën të martume në Krënic, laf mas lafi, edhe kanë thonë që po, ka të tregu vajza ime, se është e martume atje, ka të tregu edhe ka dalë një fare fysë, por nuk u interesu edhe ajo, se me ardhë. Por është një varr pa emër aty në Kukës? Po, në Bardhoc. Në Bardhoc të Kukësit? Po, pa emër, pa gjofarë. Nuk është interesuar kush për të. Nëse do gjejmë një familje, ju e dini se ku është varri? Po. Sepse që nga një histori e trisht dhe një e moshuar që ndoshta nuk mund të ketë familje, apo në kohën e luftës mund ta ketë humbur gjithë familjen, është varrosur aty në Kukës dhe askush nuk është interesuar që nga 1999, që kanë kaluar shumë vite. Po, kështu është e vërteta, po. Zoti Islam, unë sinqerisht të falenderoj që na i përcolle këtë informacion, sepse... Nuk kam ditë adres, nuk disha se ku të ankosha, nuk disha se ku të ashtu, nuk... Vesh quni ku të ashtë në Tiranë, kështu edhe ka thirë quni, masana. Isidori është djali juaj. Po, Isidori. Po, Isidori na ka telefonuar. Të falenderoj Islam sepse duke e bërë publike me shpresën që mund t'i gjejmë familjen dhe ndoshta dhe ata e din të vdekur që në kohën e luftës, por nuk e din që nëna e tyre prehet në një fshat të Kukësit. Jo, që jo me shku në Kërnic, në Klin,
të Kosovës. Dhe duke pyet, ai ka thënë në fjalë që nana jeme ka hu dhe nuk është dhe e di familjen se kush është ajo familje. Duke pyet vajzën dhe mundna me e gjetë. Do zoti i gjejnë fëmijët asaj plake që ata ta treshin trupin dhe ajo të prehet në vendlindjen e saj. Po. Kështu që Unë jetoj këtu në Durrës, tash kam i ka vajzë. Për çdo sen jam i disponueshëm që të shkoj dhe të jap informacione dhe ta gjejmë se ku është. Të falenderoj nga zemra, numrin tuaj e kam, do mbetemi në kontakt dhe sinqerisht faleminderit që na i përcolle këtë histori të dhimbshme sepse duhet identifikuar dhe të gjejmë familjen. Kështu që sinqerisht faleminderit. E dëgjuam dhe këtë ngjarje të rëndë të një të moshuare shqiptare nga Kosova, diku mosha 85 vjeç në vitin 1999, sepse ka kaluar shumë vite, që ushtria serbe ja ka dhënë disa shqiptarve kufomën që ata ta çonin në Shqipëri. U varros në fshatin Bardhoc të Kukësit, një varr pa emër, dhe sot ish kryeplaku i këtij fshati na i tregoi këtë histori me shpresën që dikush nga familja e saj, nga Drenica, nga Skëndera e Drenicës, mund të na dëgjojë dhe ata mund ta kërkojnë, por ndoshta e din të vdekur dhe nuk e din se ku është varrosur, mund të më telefonojnë. Kaq të dhëna kishim për këtë histori, uroj dhe shpresoj të identifikohet ajo e moshuar që prehet në Kukës dhe uroj dhe shpresoj që të gjendet familja e saj. Mirë, ju falenderoj dhe ju miq që qëndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në videot e mia, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Dërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këtë histori shqiptare, histori reale, histori të dhimbshme. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.